Nderuar miq, do shkojmë në Kosovë për të folur për çështjet e sigurisë dhe të politikës, jemi përpara balotazhit të zgjedhjeve për komunat në 9 nëntor. Të ftuar kemi zotin Arin Gaxhelli, njohës mjaft i mirë këtyre dy fushave, i shkolluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një CV të pasur, ka studiuar për shkollë për studime ushtarake, pra njohës i luftës kundër terrorizmit, gjithashtu me studime në Europë në Universitetin e MNI-ut, por edhe me një CV me pjesë të tjera mjaft të pasura që do të na ndihmojë për të dekriptuar aktualitetin atje. Zoti Gaxhelli, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, zotri Bolla, faleminderit për ftesën, i përshëndes gjithë qytetarët shqiptar gjithanë botës. Shteti i Kosovës, Republika Parlamentare e Shtetit të Kosovës e ka të definuar dhe të detyrueshme bashkëpunimin ndërpartijak me qëllim që të ketë gjithë përfshirje të interesave të grupacioneve apo partive në shtetin e Kosovës dhe që do të ikë nga polarizimi politik i skajshëm dhe ai shoqëror. Nga kjo pikpamje është krijuar struktura e shtetit të Republikës së Kosovës nga ata të cilët na ndihmuan ta bëjmë këtë shtet. Problemi është se ne filluam të sillemi karshi këtij qëllimi, i cili është interes amerikan dhe interes shqiptar. Ne bëm duke e prioritizuar interesin personal dhe grupacionet politike brenda Republikës së Kosovës, të cilat ndikuan drejt për drejt edhe në polarizimin shoqëror tek ne, me keqardhje them në kohën e fundit polarizimi është duke tentuar ta shkatroj edhe qelizën tradicionale të cilën shqiptarët e kanë shtetënore, e cila është baza e shtetit që quhet familja, dhe do të thotë polarizimet kanë filluar edhe deri në atë masë sot që edhe familjarët në mesvetë për shkaqe partijake të mos funksionojnë dhe të mos jenë unitar siç kanë qenë dikur. Polarizimi filloi gjatë luftës dhe pas luftës, sidomos u shpërfaq me idenë krahi i luftës dhe krahu i paqes, ku faktikisht kjo ka qenë një ndarje fiktive dhe jo reale, sepse njerëz të luftës kanë qenë në të gjitha partitë politike, ashtu siç është edhe sot, por për qëllim të votave është bërë kjo, se kush e ka do të thotë primatin që e ka bërë luftën, dhe në fakt primatin e kanë të gjitha partitë politike, duke pasur brenda njerëz të cilët kanë qenë gjatë luftës pjesë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Polarizimi filloi atëherë dhe tani i shohim të njëjtit politikanë të cilët përmirësojnë gabimet, pranojnë gabimet e tyre që janë bërë dikur në fillim. Ky polarizim pastaj filloi të rritet me ardhen ne e dim se pas luftës ka pas edhe vrasje, do të thotë të cilat janë quajtur me motive politike, ka pas vrasje qindra njerëzve të cilët kanë qenë pjesë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e tjera. Dhe pastaj kemi këtë grupacion në fundit të quajtur vetëvendosje, e cila erdhi në pushtet duke thënë këta tradhtarët, këta hajdutët dhe ne të mirët, duke moralizuar, dhe kështu e polarizojmë të shoqërinë shqiptare, duke e hek për vëmendjes qëllimin, objektivin kryesor që është interesi për të shtetformuar apo shtetforcuar Republikën e Kosovës, duke respektuar dy interesa, atë ndërkombëtar që përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara, Anglia, Gjermania, dhe ai që është interesi jon kombëtar shqiptar. Tani si e bëri vendosja këtë, po ashtu ne e dim se, siç e thash më herët, vrasjet me motive politike të pas luftës, po ashtu janë përdorur për me dashje apo pa dashje, duke kërkuar drejtësi, janë përdorur politikisht. Dhe çfarë na ndodhi një rast i quajtur Astrid Dehari, i cili jeta e tij u shua në mënyrë misterioze, edhe pse do të thotë
deklarimet e institucioneve të drejtësisë janë të qarta se ishte burgosur për shkak se ishte pjesë e grupit të aktit terrorist i cili ndodhi kundër kuvendit Kosovës, i cili ishte gjuajtur në Zoll. Dhe pastaj kemi vetëvendosjen e cila me këtë rast do të thoj morri primatin e vrasjes politike nga ajo partia e cila ishte para saj që kishte me qindra të vrarë e që quhet Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe mbi këtë bazë zotri Kurti shfrytëzoi do të thotë mori primatin sikur krahu i luftës dhe krahu i paqes dhe të gjitha të mirat që ka shteti i Kosovës. Megjithatë dua të them se është nuk është drejt dhe është sipas ligjit dhe sipas sistemit juridik dihet shkaqet e vrasjes dhe po ashtu sipas etikës, moralit dihet saktësisht se në vitet e fundit është e njëjta parti politike e cila humbi do të thotë shajat se si është vrarë zotri Dehari, nëse është vrarë apo është vetë vrarë në burgun e Kosovës. E janë të njëjtit këta kjo qeveri e cila me anë të zjarrit humben provat të cilat shpijejnë nëse do të kishte ndonjë kërkim tjetër që të gjihet në një vërtet tjetër. Dhe tani dalin pa turpshëm publikisht dhe përmendin para votimeve gjakun Asit Deharit. Dhe unë dua ta them një gjë të tillë, një gjë se ne në traditën shqiptare falim gjithçka. Falim hajnin, falim vrasjen, falim gjakun, mund të falim gjithçka, por shqiptarët tradhtin nuk e falin. Dhe mbi këtë bazë e vërteta sa herë të del për ata që kanë pas një akt të tillë, ata do të ndëshkohen. Dhe se kush e tradhtoi Asit Deharin, pashmangshëm do të thotë ata do të ballafaqohen me të vërtetën gjatë gjithë historisë së tyre politike. Do ta arrijë Kurti ta kthejë kapital politik për të dielën këtë, por edhe manovrat e tjera politike që ka bërë ditë e fundit. Po, tani manovrat e zotrit Kurtit politike duke shkuar në komuna këndse për të mbështetur kandidatet që vijnë nga radhët e partisë së tij, është vetëm një do të thotë marketing ekstra marketing direkt për autoritetin e tij. Do të thotë ai është duke e bërë këtë me qëllim që të jetë afër njerëzve dhe kur të vinë zgjedhjet qendrore ata të votojnë zotrin Kurtin. Pra ky është qëllimi i parë kryesor i tij, pra taktika e tij që ky ndjek, edhe pastaj qëllimi apo interesi i dytë është ato zgjedhjet komunale. Tani a do të funksionojë kjo gjë? Me gjitha gjasat sa shifet do të thotë ka rënje zotri Kurti sa i përket besueshmërisë, dhe kjo do të vendoset më mirë në zgjedhjet e ardhshme qendrore. Pra, ju si shikoni paktën dy komunat kryesore, Prishtinë, Mitrovic, dy nga? Po, tani është vështirë të thuhet, por sipas gjitha gjasave, Prishtinën do ta vazhdoj ta qeverisë po i njëjti, që ishte më herët. Gara është hapur edhe në pej, dhe edhe këtu mund ta themi me një bindje shumë të fuqishëm se do të thotë udhëheqjen do ta vazhdoj zotri Muhaxheri, i cili ishte edhe po ashtu në kohën e duhur më i zëshmi dhe në kohën e duhur për të reaguar karshi koalicionit i cili ndodhi nga reprezentuesi lokal i Partisë Lidhjes Demokratike me atë të vetëvendosjes në Vushtri, i cili do të thotë u pajtua të jap votat në vetëvendosjes për të ardhur në pushtetin lokal. Dhe do të thotë në kohë rekorde
kryetari i pikëkryetarëve komunave dhe nën kryetarëve ishte zotëri Muhaxheri, i cili ishte i qartë kundër do të thotë një bashkëpunimi të tillë. Po në aspektin e sigurisë çfarë po ndodh? Kemi pasur një rëmbim ditëve të fundit në veri, por RTV Dugaqini në mos gaboj mbrëmjen e djeshme ka publikuar pamje ku forcat serbe edhe në tetor kanë hyrë në kufi. Tani përse kjo është provokim për të parë reagimin, për të marrë pulsin ndoshta reagimin ndërkombëtar, por edhe të Kosovës ju si interpretoni? Po tani kemi zgjedhjet to komunale që po ndodhin dhe gjitha po kthehen do të thotë është qëllimi është politik mbi gjitha, ajo dihet, këto janë taktizimet për të arritur qëllimin politik, siç ishte rasti Banska dhe rastet pas Banskës që ishin akte terroriste dhe kjo do të thotë që do të thotë shkelje e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Gjithashtu kam thënë se në normalizim të çështjes të integritetit territorial prap në komunat serbe do të udhëheqin serbët dhe në fillim pasi ka ndodhur rasti Banska, këtë kam thënë dhe kjo do të ndodhë në bashkëbashkëpunëri. Problemi është se në një farë mënyrë ky farë sistemi ilegal apo paralel i serbëve në atë pjesë të Kosovës është legalizuar tani. Ky qëndron më të komplikuar situatën, sepse kryeministri i Republikës së Kosovës ka thënë do të ketë vetë menaxhim. Dhe nëse ka thënë vetë menaxhim pa e definuar se çfarë lloji vetë menaxhimit është, atëherë sigurisht po vetë menaxhim në kuptimin e plot në shtet është vetëm qeveria. Dhe kur një do të thotë institucion apo grup njerëzish që kanë të drejtën e vetë menaxhimit të tillë, do të thotë është një sistem paralel i legalizuar. Do të thotë ne po shkojmë sipas zotit Kurtit në atë drejtim që ky sistem paralel të ketë fuqi vendimarrje dhe të ketë vetë menaxhim, do të thotë në një farë më shumë autonomi substanciale. Se a do të ndodhë kjo de facto vlen të shifet, ka hapësira të mjaftueshme që kjo do të marrë kohën e duhur brenda kornizës së Republikës së Kosovës dhe të mos të shfrytëzohet si sistem paralel që i bën karshi sistemet juridik kushtetar të Republikës së Kosovës mbështetur nga Serbia. Duke u përgjigjur gjithashtu me atë që ju thatë për këtë kindapim që ka ndodhur në atë pjesë, sigurisht Serbisë i konvenon dhe do të thotë të minimalizoj rolin e shtetësisë së Republikës së Kosovës dhe në formën që ajo të shifet ndërkombëtarisht që është e pa aftë apo pa realizueshme që të rrinë në këmbë. Dhe se a do të arri këtë a do të arri do të thotë roli primar është që varet se a mund Republika e Kosovës, udhëheqësit e Republikës së Kosovës të funksionalizojnë dhe të evoluojnë në miqësi me aleatët e saj. Do të thotë kjo është pika kyçe e varësisë se a do të zhvillohet shteti i Kosovës apo do të shkojë në regres me tutje. Pra ju po thoni që thyrja e kufirit në vazhdim varet nga raportet që do ketë Kosova me aleatët. Sigurisht ajo do të ndodhë, por se a do të ketë peshën e duhur, varet sa kemi ne miqësi me aleatët tonë, sepse kjo është sigurisht provokim që provokon do të thotë jo neve Republikën e Kosovës, fuqinë tonë, sepse ajo është e dukshme në raport me fuqinë e Serbisë, por provokon më shumë edhe aleatët do të thotë se sa ata janë të gatshëm të reagojnë karshi
veprimeve të tilla të Serbisë. Kemi po ashtu një reprezentues të Bashkimit Evropian i cili së fundmi tash ka japur një raport zotrit Vučić për ecurinë e Serbisë drejt integrimit evropiane, që ceket të rëndësia e njohës Republikës së Kosovës. Po ashtu, nga Shtetet e Bashkuara është i njëjti qëllim, i kemi nga evropianët, nga amerikanët, vetëm se ne kemi ndodhur në këtë kohë offside, që quhet në futboll jashtëloje pozit, dhe nuk kemi ecur paralelisht me interesat të cilat i përmendi që janë dy, ato amerikane dhe kombit tonë shqiptar. Por në raport me Alaatut dhe në formimin e një qeverie të re, se këtë edhe sikur ta bëj Konjuca prap do jetë pa perë të pritet zgjedhja e presidentes, prap raportet me Alaatut do të jenë një standing. Po, ashtu ka vendosur vendi jon, i cili përbëhet me njerëz, që ta kemi këtë marrëdhënie me aleatët tonë, sepse thirrjet nga aleatët tonë kanë qenë konstante dhe shumë herëshe që të reflektojmë karshi situatës së raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht, e cila është aleancë kruciale e ekzistencës së shtetit të Republikës së Kosovës. Ndoshta sigurim më të madhe për momentin e ofron generali turk, që është në krye të misionit, apo po këta sigurisht interesat e shtetërore në sistemin internacional shifen jo vetëm do të thotë si rival, por po ashtu edhe si miqësor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia kanë një raport miqësor në mes vete për interesat e tyre që reflektojnë në interesin e tyre internal shtetëror. Dhe kjo me gjitha gjasa do të zgjatë për një kohë më të gjatë, po se do të thotë ne në interesin strategjik duhet ta kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është më domosdoshme sepse ka atë fuqi në sistemin internacional. Fatkeqësisht apo fatbarësisht të themi oponencë apo në kundër interesit tonë kemi një fuqi shtetërore quajtur Rusi dhe atë Kinë, dhe ne këta nuk i kemi aleat. A do kishim dëshirë t'i kemi, po pse jo, për interesin tonë do ishte mirë t'i kemi të gjitha, por nuk varet ajo nga ne, varet nga sjellja e këtyre fuqive në sistemin internacional, të cilat janë vendosur si rival ndërmjet vetë, rival strategjik, dhe ne nuk e kemi fuqinë që të do të thotë rikonstruktojmë raportin e këtyre fuqive në mes vete. Ne duhet të marrim anë. Është e pashmangshme të jetë ndryshe, duhet të marrim anë, dhe ana natyrisht ndodh nga aleanca. Atë sikur e kemi thënë shumë më herët, pra sa të ndodh marrëveshja ushtarake mes Kosovës dhe Shqipërisë edhe Kroacisë, nëse kujtohet, kemi thënë deshëm ne apo s'deshëm, një aleancë e tillë do të ndodh natyrisht, dhe ajo pastaj ndodhi edhe formalisht. Ky qëllimi kryesor është se Kosova që të ecë me tutje duhet të bashkëkoordinim me aleatët dhe të zhvillohet ekonomikisht, që paraprakisht në këtë kohë që është domosdoshme edhe të zhvilloj kapacitetet e sigurisë dhe në radhë të parë kapacitetin ushtarak. Po shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë më mirë apo më keq pas këtyre zgjedhjeve? Tani shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët që janë në Serbi dhe në Maltëzi, do të thotë ne si Kosovë duhet të kemi, do të thotë, mendjen dhe emocionin se ne jemi borxh i gjithë shqiptarëve të cilët ndodhen në këto territore të tjera përveç Shqipërisë. Do thotë ne nuk kemi borxh moral as kurfare karshi shtetit të Shqipërisë. Ndërsa shqiptarëve që janë në këto vende të tjera, ne si shtet duhet të sillemi të kujdesshëm për këto vende, sepse po ashtu është interesi jon shtetëror. Dhe nëse nuk e bëjmë një gjë të tilla, atëherë këto hapësina do të shfrytëzohen kundër interesit tonë. Kundër interesit tonë shfrytëzohen nga brendësia jon ose nga rivalet tonë.
ose nga të dyjat. Dhe me keqardhje dhe them, por si shtet, nëse ne nuk kemi rri, do të thotë në kohën e fundit, të mbulojmë këto hapësinat e interesit ton kombëtar shqiptar, atëherë i pimbulon më mirë armiku. Zoti Kaxheli, do ta mbyllim me atë Bashkuar të Amerikës, ku ju e njihni realitetin se keni studiuar dhe jetuar atje, me fitoren e Mamdanit në Zoran Mamdanit në New York. Është takuar shumë media, është analizuar feja muslimane, emigrantë, mbështetur nga Sorosi, Theo Trumpin. Një fenomen. Po, shteti i Amerikan është sistemi kogja i komplikuar për ta kuptuar, mas mire kuptojnë ata të cilët e kanë ndërtuar atë. Do të thotë për të tjerët ka gjithmonë hapësinë për të mësuar. Do të thotë nuk mund të them se njoh shumë mirë sistemin amerikan, ashtu si s'mund ta thot asnjë tjetër amerikan një gjë të tillë përveç atyre të cilët e kanë ndërtuar këtë sistem. Unë mendoj që përgjigja do të thotë ky majori në New York, të cilin e përshëndes për fitoren e tij, është një fitore sikur të themi në këtu në ndonjë komunë të afër Pes apo një komunë tjetër që fiton një minoritet dhe udhëheq komunën në sistem lokal. Do thotë sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sistem federal, i cili mbien ka fuqi mbi shtetet e Amerikës, dhe si tillë do të përgjigjesha shumë thjesht kush është fuqia aty të cila vendos rrjedhën e Shteteve të Bashkuara se si të funksionojë brenda saj dhe jashtë saj, është ata të cilët ne nuk i kritikojmë apo nuk mund t'i kritikojmë nëse jemi pjesë nëse jemi të jetu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ç'a do të them është se për shembull në kohën e Enver Hoxhës nuk ke mujt me kritiku dikën aty. Në kohën e Kim Jong nuk mund ta kritikosh Kim Jong, në kohën e Putinit në Rusi nuk mund të vëposh dhe ta kritikosh skajshmërisht Putinin apo në Arabin Saudite mbretin apo në vendet e tjera. Ata kush është kjo fuqi në Amerikë të cilët e cila nuk mund të kritikohet, është po ajo fuqi e cila do të thotë e udhëheq Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një shembull të tillë në rajonin tonë vështirë se do ta shohim. Urrëm fal. Një shembull të tillë vështirë se do ta shohim në rajonin tonë. Shembulli si mendoni? Të Mamdamit, një njeri në mënyrë si u ngrit, vështirë që ta shohim në rajonin tonë. Jo, sa i përket do të thotë besimit tij fetar, prej ardhin e tij pak a shumë e kemi në Londër. Që Trumpi ka kritikuar shumë dhe tani vajtin Amerikë. Saktësisht. Nëse ju kujtohet, unë kam thënë në bashkëbisedim me ju shumë më herët kur në kohën e Gazës, kur aty po ishte dyshimi a është gjenocid apo është luftë. Domethënë qysh në fillim kam thënë është shembulli më i mirë për të kuptuar të ardhmen e Evropës, sepse do të thotë në Evropë, do të thotë në Angli kemi një major që është musliman dhe do të thotë dita ditës do të thotë kultura evropiane do të ndrojë dhe do të ketë do të thotë kulturë tjetër e cila me sistemin demokratik mund të vijë deri te udhëheqja, siç është rasti i Londrës dhe New Yorkut. Dhe tani si do të sillet Evropa karshi këtij ndryshimi, a do ta ndryshoj sistemin, nuk do të përfill më demokracinë, apo si do ta organizoj apo kontrolloj migrimin. Këto janë pyetje që duhet të shtjellu, por përndryshe është e pashmangshme që do të thotë të kemi një lëvizje të tillë të kulturës apo ndryshimit të kulturës në Evropë. Dhe kjo që ndodhi në New York do thotë është vetëm do thotë një gjë e përsëritur të cilën e kemi po në Londër. Zoti Kaxheli, falenderoj shumë për bisedën. Si gjithmonë shumë kënaqësi, jam mirënjohës shumë për kohën dhe për opinionin që ndat me publikun tonë. Shumë faleminderit për mundësinë, zotëri Bolla, dhe ju dëshiroj suksese juve dhe i përshëndes gjithë ata të cilët të ndjekin.
Faleminderit. Të uroj fundjavë të këndshme. Zot